Përshëndetje nga Daily Vlogmas nëmër 2 në datën 2. Ishim të Xambo, shkuam që të shikonim për pemë, por si përfundim e lam, sepse në qoftë se do ndrojmë pemën, do marrim pemë jeshile, na duhen edhe drita. Në një gjë tjetër, kështu që të shkojmë me pemën jeshile. Por nuk duam të bëjmë këto shpenzime tani, sepse duam të bëjmë disa ndryshime në shtëpi. Kështu që të lëm për vitin tjetër pemën, do vendosim sërish të varg. Siç ju thash tek dje, tek vlogu i kaluar, tek vlogmasi i kaluar, duhet të nxjerr pemën lart, ta lajt e balkoni, po do i them Endri pastaj kur të flem, të ma nxjerri, të ma zbresi më saktë poshtë, e ta laj nesër që ta kemi për në darkë ndoshta, pastaj për ta vendosur kur të zgjohet dhe Ola, pasi të ketë ardhur nga kopshti. Ti le llafe se u lova, po merr fryma, edhe t'ju tregoj ç'a mor. Nuk doja të shpenzoja shumë në fakt, se I kemi goxha zbukurime nga vitet e kaluara dhe nuk doja, por nëse si pa gjë nuk dola. Mora një pjatë. Këtë mora më shumë për adrolën ose kur të bëjmë ndonjë biskon, sa për content, ti vendos tu ose ndonjë ëmbëlsirë, nuk e di, diçka të tillë në dova, kështu që mora thjesht një. Endri tha pse s'merr 3, 4, i thash nuk më duhet. Mora këto. Po kërkoja në fakt ato si akuj që ju thash, po një copë më duket se ishte 1000 lekë, por që të blesh 10 copë 10.000 lekë ato jo. Mora këtë si dëbor, kjo ka 3-5 brenda. Edhe e bardh, shkon me pemën tonë të bardh, kështu që I mora. Edhe të fundit, mora këtë. Pash në fakt një tjetër atje që ishte me të qëndruar, po pastaj thash më mirë këtë, që ta varte pema se atë tjetrën do na I hante shenushi. Po, tash më mirë marrim këtë, Santa stop here, se siç ju thash atë idenë me atë thesin për t'i vendosur lodra adrolës. Edhe të gjitha këto bërën 4.400, 4.500. Pastaj shkuam edhe te ky dyqani që është hapur këtu në Fier. Ky dyqani është edhe në Vlorë, siç u kam thënë tek videot e kaluar që kemi shkuar gjithmonë atje. Unë mora këtë, është kështu si kan, por që e mbush me ujë edhe mund ta mbaj aty te koka kur I, që të mos harroj të pi ujë. Shumë ide. Plastike, po nuk do ri ujë kush e di sa aty, kështu që aty. Pastaj mora dhe këtë. Te mora për në një biskot, ta vendosur. Që s'kem përgjigje ne? Po s'dëgjoj. Ne po prisim një orë aty. Po për çfarë po prisim? Sot hyrë ti, godisim me top. Mirë, se do vi tani. Ma sill çi gotën mami. Do vim tash me që. Më ndërprevën, edhe si po thoja, këtë e mora për në një biskot, thjesht për zbukurim, për bukuri. Edhe kjo është plastike. Nuk është se na prish në një punë, edhe biskotat nuk do rinë një jetë aty, kështu që okay. Edhe këtë, kjo është një gotë për Olën, shkoni sa e bukur është. Shumë e bukur. Në fillim e pash unë dhe më pëlqeu, I thash Olës, Ola pastaj u fiksua, kështu që e morëm edhe këtë nga një gotë të dyja, brenda kanë 1 litar, për të hedhur në qaf, edhe stikera. Këto morëm. Tani unë për sot nuk e di çfarë do filmoj më, por nëse do filmoj, sigurisht që do jeni me mua gjithë ditën, gjithë natën më saktë. Është data 3, sot jam gjithë ditën kështu. Jam veshur vetëm që shkova mora adrolën. Vesha këtë që të më mbaj ngrohtë. Më ka kapur gripi, besoj që dallohet. Nuk është se kam ndonjë gjë të madhe, thjesht hund, ethe, jam shumë e kputur. Kështu që sot nuk është se kam filmuar. Jam çuar thash vetëm që kam marolën, kam vendosur dhe fasulet. I fika e shparsës s'po mundesh as të bëja qepën. Tani është Endri duke ardhur nga puna edhe erdha të bëj qepën dhe të ham buk pastaj. Sot nuk e di çfarë do filmoj tjetër, por thash pa hapa tani që le t'ju flas, të xhiroj pak sot, nëse do mundem dhe të filmoj pak më vonë, që mos ta lëm datën 3 pa filmuar fare. Siç ju kam thënë që do filmoj nga pak çdo ditë. Kështu, tani të bëj fasule shpejt edhe të iki aty te kondicioneri ngrohtë se disha. Tani me këtë e kam punën e zgjidhur, nuk më mundon fare qepa, se kam pak problem të kriqe, por nuk e di pse. Nise. Shikola!
nuk po shoh. Ju kam thënë që do filmoj çdo ditë, edhe nuk e kam mbajtur fjalën. Nuk kam filmuar çdo ditë, sepse siç ju kam thënë te një pjesë e vogël që kam qenë smur, e bllokuar dhe akoma ashtu jam pak, po shumë pak. Por arsyeja e vërtetë që nuk kam filmuar është që ne kemi porositur një kënd. Shkuam para 4 ditësh. Po, e porositëm, edhe po na lodhi, një do e sjellim nesër, jo do e sjellim pas nesër, jo 100%, jo kështu, jo ashtu, nuk na i kanë sjell akoma. Edhe unë kam ngelur rëmuj në shtëpi. Mezi po pres ta sjellin që e heq gjitha këto rëmuja që janë bërë nëpër shtëpi, se është bërë një lëmsh i madh, çdo dhomë është pa tapet. Unë nuk mund të vendos as pemën. Po, sot është data 10, edhe ne nuk kemi vendosur akoma pemën. Siç e shikoni, kemi bler tapet të ri, njëri ashtu, njëri ashtu. Do i shtrojmë, po unë po pres të më sjellin këndin, si të shtroj pa më sjell, që të vendosim dhe pemën. Nice. Dolëm dje, pardje më duket, po. Shkuam në Jumbo. Kisha 1-2 gjëra për të blerë. Në fakt, arsyeja e vërtetë se dola ishin këto, për t'i marrë të rosmën. Ju kam thënë që ka disa kohë që nuk bëj dot për këto, edhe këto që gjithsesi janë të nevojshme patjetër. Mora dhe Kikos një kështu për të ngrënë, po që e kemi hapur edhe është diku aty. I mora dhe Adrolës, po këto janë gjëra të vogla që ikin. Pastaj dhe Jumbo. Gjë e parë që mora është kjo. Na duhej një për piperin. Dhe mora këtë. Kishte edhe më të shtrenjta, po okay thash. Qenusha! Po marr këtë thash. Ja, shumë kur ta provoj do ju them. Mora një kështu. Jo hodha atë që kisha se ishte vjetruar, ishte bërë si qen. Zgjodha kështu bezh, meqense edhe kuzhina ka bezh. Okay. Pastaj morëm këto që të bëjmë biskota. Unë zgjodha një palë metalike, pa ajo nuk ishte babagjysh. Edhe Adrola donte patjetër një babagjysh. Donte edhe patjetër këtë. Kjo ishte më e bukur kështu në pamje, por që ato ishin metalike dhe nice. E donte Ola, nuk ja prishin, e mora. Mora 2 të tilla. Aty thoshte te fleta që janë për rejnët. Që unë i mora për peshqirë edhe ka një material shumë të mirë. Mora 2 edhe fundit, mora këtë mbulesën për tavolinën. E zgjodha edhe këtë bezh që të shkoj me vendin këtu. Duke qenë se këto pllakat janë bezh, mermeri është bezh, ky divani që kemi këtu është bezh me gri, tavolina është bezh me kafe, kështu që bezha do shkonte më mirë me të gjitha. E mora që ta kemi për ta shtruar ose mund ta shtroj edhe ta leshtruar aty te tavolina. Nuk e di të shikojmë. Megjithëse edhe duhet ta hap këtë që ta provoj, a i bën tavolinës. Këto, mori dhe Endri këtë hapsen e birës, ishte goxha e lezetshme, me një gotë birë. Unë tani do i vendos të gjitha në përvende, edhe do iki të marr Adrol. Për këndin, i thash Endri që nëse nuk e sjellin edhe sot, pastaj do e kthejmë, do i themi ta lëm fare dhe do shkojmë diku tjetër për ta marrë. Se dje na thonë do prisni edhe 3-4 ditë. Plus 4 ditëve që kemi pritur. Sigur për na i sjellin pa lek. Shikojmë, se mbrëm na thanë do ju kthejmë përgjigje. Po nuk na kthevën. Nëse s'na thonë edhe sot gjë, pastaj do ikim. Do marrim diku tjetër se boll pritëm. Kështu, ti hesh këto unë. Po dalim ne, po ikim në Tiranë. Është e diel. Jam e natosur? Jam. Ne do ikim te babagjyshi. Se nuk na e kanë sjell këndin akoma. Po, Edhe babagjyshi se të sjell dhurata. po, do ikim te babagjyshi në Tiranë tek Megateku. Edhe do dalim pak pastaj.
Lëvizja. Bo, ikim në shtëpi. Unë nisëm për gjë tjetër, bërëm gjë tjetër. Nesër. Unë sot jam e vdekur, po do flasim nesër, se nesër na kanë thënë edhe që do në sjellin këndin, kështu që do shihemi nesër, nëse do mundem t'ju tregoj këndin. Nisem. Natën për sot.